Bismillahirrahmanirrahim. Shpresoj dhe lutem që të gjithë të jeni shëndosh dhe mirë. Ditën e sotme duhet të ndalem tek një fenomen shumë negativ, që mund ta keni dëgjuar e mund ta keni has shumë kush për jush. Në realitetet tona shqiptare, si pjesë e trashëgimi e kulturës ateiste, na kanë ardhur disa shprehi që bien nësh me besimin dhe fetarizmin e shëndosh. Njerëz që shajnë me Zot, njerëz që shajnë librin e shajt a me libër të shajt, njerëz që shajnë pejgamberin a pejgamberët, njerëz që i atribuojnë Zotit krijuesit të gjithësisë mangësi, si fjala bie. As Zoti nuk e din se kështu. Ose dikush që shan edhe thot Zotin kështu. Ose pika Zotin a pejgamberin a Kur'anin a disa shprehje që në fen islame konsiderohen kufër, pra dalje flagrante nga feja e Zotit. Edhe ma e keqja është kur këto fjalë, a këto shamje, i ndigjojmë nga musliman që kur i tërheqve mendin të thot, po duke qesh isha, ose isha në zemrime sipër, ose u nervozova. Nervozohesh, nuk nervozohesh, je duke qesh, je duke lujt, nuk bëhet lojë, e nuk nervozohet njeriu dhe nuk e shlon veten e tij në raport me Zotin e gjithësisë. Duhet me e respektu emrin e Allahut Azza wa Jall. Duhet me e respektu librin e shenjtë e emrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Imagjinoni, në Kur'anin famëlar, Allahu Dhul Jalal na tërheq vëmendjen që mos me sha as idhujtarëve. Mos me sha çfarë të tjerët adhurojnë pa të drejtë, por që përpasoj mund të shajnë Zotin. Pra Allahu Azza wa Jall, sikur na thotë nëpërmjet këtij ajeti kuranor që lërini robët e mi dhe çfarë adhurojnë, sepse unë do të jem gjyqtari i tyre në ditën e gjykimit, jo ju. Muslimani, besimtari, njeriu vullnet mirë e ka për detyrë me e këshillu tjetrin kur sheh në gabim, por jo me u bë gjyqtari i tij dhe prej të Zot me u bë shkak që me usha Zoti e feja e libri i shenjtë e pejgamberi për shkak të papjekurisë së tij. Njerëz që i atribojnë Allahut Azza wa Jall mangësi, kur fjala bie thonë që as Zoti nuk e din se pse e ka kriju këtë, ose as Zoti vetë nuk e din se pse ekziston ky njeri, ose Allahu Ekber, të dashur dhe të shtrenjtë. Në ditën e gjykimit Allahu Azza wa Jall do t'i ndëshkojë ca njerëz, të cilët janë tallë me Zotin, e janë tallë me pejgamberin, e janë tallë me librin e shenjtë, do t'i thuhet a me Allahun e me librin e tij e pejgamberin e tij jeni tallë? Subhanallah. Prandaj të dashur të shtrenjtë, është koha që njeriu me e ruajt gjuhën e tij nga disa shprehje që nuk duhet të ekzistojnë në komunikimin tonë të përditshëm. Muslimani për natyrë nuk shan, nuk mallkon. Muslimani për natyrë nuk e sheh shtremt tjetrin, kushdo qoftë tjetri. Mund të shoh gabimin dhe e ka për detyrë me u përpjek me e rregullu, me e kundërshtu të keqen, patjetër, por jo me u bë cytës dhe tërheqës drejt të keqes, jo me u bë fitnëxhi që e hedh gurin dhe fshehë dorë apo i hedh benzinë zjarrit. Jo, nuk është ky muslimani. Jo me u bë muslimani cytës duke fut intriga në mesin e njerëzve, pa le me sha, me Zot e me pejgamber, apo me isha fen tjetrit, a me isha shetërit tjetrit. Prandaj të kemi kujdes të dashurit e mi, sepse është prej gjunaheve më të mëdha në fen islame, gjunah që tërhek ndëshkimin e Zotit, e që Zoti na ruajt, bëhet shkak që njeriu me dal nga feja, pa e ditë se ka dal nga feja. Janë disa trashëgimi të vjetra, shumë të gabuara, që janë ignorancë, e janë primitivizëm, nuk duhet të ekzistojnë në gjuhën tonë, e nuk duhet të ekzistojnë në përditshmërinë tonë. Ti mësojmë gjuhët tona me e mallnu Zotin. Me thanë la ilaha illallah, Allahu Ekber, subhanallah, mallnu qoftë Zoti, sa shërues është Zoti, sa i madh është krijuesi fuqiplot, sa i drejtë është Zoti i gjithësisë, sa i patëmet është Zoti i gjithësisë, sa fjalë të mira, fjalë që janë adhurim në vetvete, e të ruhemi nga çdo fjalë a mangësi në hak të Zotit, në hak të fesë së tij, në hak të pejgamberit, në hak të librit të shenjtë, sepse Allahu është i plot. Allahu Azza wa Jall fenë e tij e ka plotësuar. Pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe krejt pejgamberët i ka bë të përsosun në
jetën e tyre, e libri i shenjtë është i përsosur në shfaqjen e tij, nuk ka asnjë mangësi në te, nuk ka asnjë mangësi në fe. Çdo gjë në fenë Allahut Azza wa Jall është e saktë, e drejtë, e plot. E kuptuam, se kuptuan disa, nuk, ajo është mesele tjetër. Të ruajmë gjuhët tona, e të ruajmë komentet tona, e të ruajmë komunikimet tona, e ta madhërojmë Zotin ton, e mos të bahemi si ata që e shanin Zotin dhe talleshin me emrin e tij të mallnueshëm, e talleshin me fenë e tij të mallnueshme, e talleshin me pejgamberin e tij, e që merituan ndëshkimin e Zotit në këtë botë e në jetën e përtejme. I lutem Allahut Azza wa Jall me na udhëzu drejt më të mirës dhe me na pa prej tyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Allahu ju dashë dhe ju pasë mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.